Juftoj që tani me krenariti hidhni kapelat. Urime nga zemra, ju prift të mbara në çdo hap të jetës. Në një atmosferë impozante, Universiteti i Tetovës sot promovoi absolventët e gjeneratës 2024-2025. Kjo ngjarje e veçantë për absolventët, të cilët me punë dhe me përkushtim e arritën këtë moment historik, u përcoll nga mira prindër dhe familjar, të cilët kishin ardhur për të përjetuar këtë aktivitet emocionues bashkë me fëmijët e tyre. Projektorja për financa Aida Baftiari në fjalimin e saj falenderoi studentët për përkushtimin e treguar gjatë viteve të studimeve dhe prindërit për mbështetjen e pakushtëzuar dhe edukatën e dhënë. Rruga e dijes nuk ka qenë lehtë për ju. Ka pasur lodhje, sakrifica, momente pa sigurie. Por sot, përmes kësaj ceremonie, ne shohim frutat e ëmbla të një pune të gjatë, të një përkushtimi të madh dhe të një qëllimi fisnik të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Sot jemi mbledhur për të festuar një nga momentet më të bukura dhe më domethënëse në jetën e studentëve tanë, përfundimin e një kapitulli shumë të rëndësishëm që për shumë kënd ka qenë sfiduese, por jashtëzakonisht frytdhënëse. Ky udhtim akademik që ju e nisët me ëndëra dhe pa siguri, sot mbyllet me sukses, buzëqeshje dhe krenari. Por kjo nuk është vetëm fitoria juaj personale. Është dhe fitoria e familjarëve tuaj, prindërve të afërmve, kujdestarëve, që ndoshta nuk ishin në sallat e leksioneve, por ishin aty në çdo hap të jetës suaj, në çdo sfidë, në çdo lutje dhe në çdo motivim. Studentja Anila Ajro, nga Fakulteti Filozofik, u përzgjodh studente ekselente. Si të diplomuar, ne kemi në dorë këtë titull për ta përdorur, për liri, zhvillim dhe barazi, tek njëri tjetri dhe tek vendi ynë, u shpreh ajo. Sot, nuk jemi thjesht student, jemi dëshmitar të një brezi që sakrifikoi gjithçka, përkur dinjitetin. Ashtu siç u shpreh themeluesi i këtij universiteti, profesor Dr. Fadil Sulejmani, në ditën e hapjes. Ju student të shtrenjtë, keni nderin dhe krenarin që po i hapni dyert e diturisë së tempullit, që do të lishoj dritën e mendjes, të syve dhe të zemrës në këto troje. Ky universitet u ngrit mbi sakrificat e atyre që besuan se arsimi është themeli çdo lirie. Është dhe do të mbjetet pjesë e identitetit tonë, sepse aty ku nis dia, nis dhe përgjegjësia jonë. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Jusuf Zejneli, theksoi se diplomimi nuk përfaqëson vetëm një diplom, por një betejë të fituar për dije dhe zhvillim, dhe kjo është arma më e fortë që një i ri mund ta posedojë. Kjo ditë është një kurorëzim i një rruge të përbashkët që kemi ndërtuar me mund, për kushtim dhe me një besim të palëkundur për dijen dhe të ardhmen. Sot, rreth 1000 absolvent nga fushat të ndryshme, mjekësi, inxhinieri, histori, pedagogji, psikologji, drejtësi, ekonomi, gjuhësi, përmbyllin me sukses rrugtimin e tyre universitar. Së bashku me familjarët dhe profesorët, kremtojmë një arritje që për secilin prej nesh përfaqëson më shumë se një diplom, përfaqëson një betejë të fituar për dije, për zhvillim dhe dinjitet. Ceremonia e hedhjes së kapelave u përmbyll me disa pika muzikore nga studenti Arjanit Ramadani dhe këngëtari tetovar Bajram Ali Idrizi. E po të pres, e po të pres, e po të pres, unë shtatë pranvera, streve sot të dit pazar, e do t'i shes, e do t'i shes, e do t'i shes, unë pucët e mija, do të bëhem me lypsa, e ti do të vish, në krah me tjetrin, hible shpet ka t'moj për martes, edhe në varë, nuk do të tretem, o shpresa thonë, e funit i dhe sa shken ketë bash,
E let më qojnë dërvare, me dajre lodër, moj shkupjan e bukur, dri dhe shkup e shkodër. Let më qojnë dërvare, me dajre lodra, te to vare bukur, dri dhe shkup